Sot do të përgatisim një recetë të thjeshtë për të shoqëruar pilafin apo makaronat. Nuk ka nevojë për shumë përbërës dhe del shumë e shijshme. Do vazhdoj me marinimin e mishit, do të na duhet vaj, piper i zi, piper i kuq dhe gjithashtu krip. Nëse dëshironim erëza të tjera, mund t'i hidhni. Të vazhdojmë t'i përzijim. Do të hedhim filetot e pulës. Të vazhdojmë t'i përzijim. Do t'i kalojmë filetet në një tigan. Do t'i kthejmë nga njëra në tjetrën derisa të skuqen. Pasi janë skuqur, do t'i heqim në një pjatë me njarë dhe do t'i përdorim pak më vonë. Ndërkohë do të marrim një qep mesatare, do ta presim imët. Një spec të kuq. Do vazhdojmë ta skuqim qepën me pak vaj. Pasi qepa është zbutur, do t'i hedhim specin e kuq. Në të njëjtën mënyrë do të veprojmë dhe me specin, do ta përzijmë për disa minuta derisa specia të fillojë të zbutet. Do të hedhim 2 deri në 3 lugë salcë domatje. Do vazhdojmë ta përzijmë. Do t'i hedhim hudhrat të gryra imët ose siç kam përdorur unë në këtë rast pastë hudhrash. Do vazhdojmë ta përzijmë përsëri. Më pas do t'i hedhim rreth 100 ml ujë, pak krip, rigon, do ta përzijmë. Do t'i hedhim rreth 200 ml pana. Pasi kemi përzierë mirë, do t'i vendosim kapakun dhe do ta lëmë të ziejë në temperaturë të ulët për 5 deri në 10 minuta. Pasi ka filluar të marrë val, do ta përzijmë dhe më pas do të hedhim filetot e pulës. Do t'i vendosim të gjitha filetot një nga një. Do t'i vendosim përsëri kapakun, duke lënë për 1 deri në 2 minuta të tjera. Unë sot e kam shoqëruar me pilaf. Sipër do t'i hedhim majdanos sipas dëshirës. Dhe tashmë është gati. Do fillojmë ta shërbejmë në pjatë. Në fillim do të hedhim pilafin. Dhe më pas fileton e pulës me pak salcë.
Gjithashtu në anën tjetër të pjatës mund vendosni sallatë. Dhe është një drekë ose darkë shumë e shijshme dhe përgatitet fare thjesht. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.